Përfundon në barazim pa gola takimi mes Flamurtarit dhe Vorrës, një ndeshje e cila ka hapur edhe këtë javë të kategorisë superiore. Një pikë shumë e rëndësishme për ekipin e Flamurtarit që ngjitet tashmë në kuotën e 19 pikëve në vendin e 8 të renditjes. Ndeshja mes Vorrës dhe Flamurtarit luaj midis dy ekipeve që këtë sezon synojnë qëndrimin në kategorinë superiore dhe cilësoi një përballje shumë e rëndësishme për të dyja ekipet. Për Flamurtarin ishte përballja e dytë që luaj në transfert, pas asaj të një jave të kaluar ku humbi përballë Tiranës 1-0. Ndeshja ka qenë pothuajse në 45 minutat e dyta, me Flamurtarin që ka patur një mundësi të mirë për të shënuar, ndërsa nga ana tjetër dhe ekipi Vorrës ka rrezikuar seriozisht portën e ekipit të Flamurtarit. Në 45 minutat e dyta, kryesisht në 25 minutat e fundit të saj, është ekipi Vorrës i cili ka luajtur më mirë se ekipi i Flamurtarit, por pa mundur të gjejë golin, ndërkohë që vlonjatët janë mbrojtur duke tentuar të dalin në kundërsulm për të goditur ekipin kundërshtar. Përfundimisht mbyllet në shifrat 0-0 me ekipin e Flamurtarit që merr kështu një pikë në transfert shumë të vështirë siç është ajo përballë Vorrës. Me këtë barazim, ekipi i Flamurtarit ngjitet në vendin e 8 të renditjes në kuotën e 19 pikëve, në pritje të takimeve të tjera të kategorisë superiore dhe kryesisht të rivalëve të tij siç janë Tirana dhe Bylis. Ndërkohë ndeshjen e radhës, ekipi i Flamurtarit do ta luajë përballë Ignatias në Vlorë, ndeshje e cila është parashikuar për të luajtur ditën e premte në orën 19 në stadiumin Flamurtarit të qytetit të Vlorës.